ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله. Amma ba'd, Allahun Azza wa Jall e falënderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall me ligjet e tij ka lënë kosmos që disa krijesat e tij ka dalluar me dashuri e disa muaj të tjerë i ka dalluar me vlerë e begati. Këto ditë që jetojmë janë mesi i muajit Shaaban, që besimtarit duhet të bëhet e qartë dhe ditun se ky muaj i bekuar ka disa vlera dhe mirësi të cilët i ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija, vetëm e vetëm për një qëllim, që besimtarit të shërbejnë si përkujtim për afrimin e muajit të bekuar të Ramazanit, që të fillon që të përgatitet, që të fillon që atmosferën e Ramazanit ta bëj gati, vetëm e vetëm për një qëllim, që na gjatë muajit të bekuar të Ramazanit të dalim shpëtimtar e ta kalojmë faqebardh. Kjo është një para përgatitje dhe një paralajmërim për gjithë besimtarët për përgatitjen që duhet bërë për muajin e bekuar të Ramazanit. Për këtë çka Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu një ditë e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban." Tha: "Ya Rasulullah, s'kam pa ma agjërun dhe një muaj jashtë Ramazanit përpas se muajin e bekuar të Sha'banit." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan." Sa kjo është një muaj të cilin muaj njerëzit e lënë ma shpinë dhe asgjësojnë, muaj i cili është mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Dhalika ash-shahru alladhi turfahu fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'im." Sa kjo është muaj në të cilin muaj ngriten veprat për një vit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "E un kam qef që kur të ngriten veprat e mia tek Allahu azza wa jall të jem agjërueshëm." Ky është shkaku pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam muajin Shaaban e agjëronte më të madhe, saqë thonte Aisha radhiyallahu anha, agjëronte atë shumë në muajin Shaaban, saqë mendonim se mos ka me prish këtë muaj. E ndonjëherë kur e leke agjërimin gjatë këtij muaji, mendonim se mo kur nuk do të agjeron. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kalon ligj dhe mesazh për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që muajin e Shaabanit ta kalojnë agjërueshëm. Porse përmendmi këtu se Allahu azza wa jall në këtë muaj të bekuar e kalon natën e 15 që përmend Imam Ahmedi në musnedin e tij në hadithin e mirë, ku Allahu azza wa jall në natën e 15 zbret në qiellin e tokës dhe ju thot krijesave të tija: kush kërkon që t'i jap, kush kërkon falë që t'ja falë, e Allahu azza wa jall ju jep gjithë atyve që kërkuan, u afal gjithë atyve që kërkuan falje, përpos se dy njerëzve, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk u afal e as nuk ju jep ato që i kërkuan. E kush janë këta dy njerëz? Kush janë këta dy njerëz? Ndalu dhe mendo, a jeti nga këta dy kategori të njerëzve? Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "I pari është ai i cili është zinaqar, dhe vajza dhe femra e cila është zinaqare. Këto janë një grup që nuk ja fal Allahu azza wa jall dhe nuk ju jep." Dhe i dyti, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili në këtë natë kalon duke bërë shirk dhe ka njollos imanin dhe besimin dhe tauhidin e vet me shirk. Allahu mos na bëf nga këto dy kategori. Allahu na përmirësoft hallin dhe gjendjen. Allahu azza wa jall na i dhaft ato që i kemi kërku. Allahu azza wa jall na i fal gjunahët.
Allahu Azza wa Jalla na mundsof që këtë muaj ta kalojmë agjërueshëm, këto ditë që kanë mbet para nesh, ta përmirësojmë hallin dhe gjendjen, që kur të vjen muaji i bekumit i Ramazanit të jemi të përgatitur në gjendje psikofizike, që na muajin e bekumit ta kalojmë ashtu si ka hije një besimtarit i cili ka dhënë besën Allahut Azza wa Jalla me premtimin e cila është لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصرهم بنصرك وعزهم بعزك. اللهم انقذ أسراهم اللهم انقذهم من البشار والظلمة والشيعة الكفرة اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.